Duke ndjekur këshillën e Charlit, Marti dhe Eli duhet të kalojnë përmes shkretëtirës së madhe. Larot e generalit po i ndjekin nga pas dhe kanë frikë se trashëgimtari i grushtit mund të jetë kërcënim për ringjalljen e generalit. Edhe presidenti Reimer po i ndjek Martin dhe Elin dhe mezi po pret të kap thjeshtron e tij që të filloj planet sekrete. Ndërkohë, motorciklistët gangster nuk janë të vetmit që kërkojnë gjëra në shkretëtir. Gjuetar të paskrupullt mund të dalin kudo. Në këtë botë kaq të madhe, një moment apo një çast që të mund të ndaj. Po do të qeshësh me mua dhe një botë më të mirë do shikosh më pas. Dhe ëndrat pa fund do të kesh dhe me ty do t'jem për gjithmonë. E zemrën të ty do t'kem unë për gjithmonë. Ti do të triumfosh, jo s'kemi frikë në botë, do të kuptosh. Asi jeton Afrikën, jo nuk tregojnë, ku do të shkosh më pas ti do të triumfosh. Ku do të shkosh ti do të triumfosh, jo s'kemi frikë në botë, do të kuptosh. Asi jeton Afrikën, jo nuk tregojnë, ku do të shkosh më pas ti do të Forca nuk është gjithçka. Hej, zotri, mos ka mundësi që t'jeni duke përshkruar gjithë të shkretëtir të tmerrshme apo jo? Kjo ka shumë mundësi. Ha? Ai po shkon në të njëjtë rrugë ku po shkojmë edhe ne. Dhe më qënë se ju jeni kaq i mirë, zotri. Marti, Marti! Usho të thash buton, mjaft na ka ndihmuar deri tani. Faleminderit për ndihmën tuaj, zotri. Ne duhet që të nisemi tani edhe mund të na lini këtu, nuk ka problem. Hej, po çfarë drejtë po thua kështu? Do që të ecim në të gjithë të shkretëtir? Do të piqemi pas 2 sekondash. Buton, do bëjmë ashtu si them unë, dakor? Në asnjë mënyrë. Nëse ju të dy doni të ikni në rregull, unë pari këtu. Të rishur buton. Më në fund të gjeta. Nëse djaloshi I ka par posterat që kërkojnë, do shta është drejtuar andej nga shkretëtira. Vendi më I thjesht që të fshihesh nga të gjithë është ajo. Ej, ti, lëri ato. Erdhi koha që të fitojmë para. Ju idiot mendoni se do të bëjmë I pasur duke shitur mbeturina deri në fund jetës ime? Atëherë, më në fund do të riqemi dhe mund të bëjmë para. Makina numër 5 vetëm më gjej ata fëmijët. Dhe ato $5 milion do t'jenë të mijat dhe vetëm të mijat. Mos u shqetësoni, zotëri. Kur të arri këtu do kujdeset ai për djemtë e generalit në vendin tënd. Të siguroj që do ta bëj një herë mirë. Harroje këtë tani. Në fillim dua të kthehet Eli. Dërgojeni me një herë të shkoj të marr atë dhe djalin. Kush e di se çfarë I ka thënë Eli për projektin? Presidenti Reimer, më keni thirrur ndoshta të kujdesem për një vajzë? Hej, si e ke Allin? Marti, çka ka? O stomaku im, duhet të shkoj në banjë. Hej, zotri, ai duhet të shkojë në fakt në banjo. Duhet ta ketë nga ata odogët. Me sa duket kemi shoqëri. Çfarë ka ndërmend të bëj ai?
Çfarë do thosh me këtë? Ai do na dorëzoj të ata leshkot e kullës e ekur? Ky është fundi. Hej, djalosh, habe krahun e të djatë. Ikim. Më mirë të ecim në shkretë të tjerë. Mbyllë goje, nuk dua të dëgjoj asnjë fjalë. Si është puna? Ky është një kontroll rutin. Hapeni derën e rimorkjës. Marti, si thua mund të na kenë parë? Nuk kam shumë kohë. Dorashkat e arta, George, ka kaluar shumë kohë tashmë. Më kujtohet ende ndeshja jote në 83-shin. Ky kontroll është vetëm formal, sigurisht, po kërkojmë bashkëpunimin tuaj. Ata janë të patrullës së sigurimit të kullës, po kërkojmë vajzën e humbur të presidentit që ka rrëmbyer. $5 milion për një vajzë të vogël? Kulla e hekur duhet të ketë shumë para për të hedhur tutje. S'kemi gjithë ditën në dispozicion. Haberi Morkën me njerë. A mund të sillesh pak më mirë? Zoti George, ju lutem qetësoni, nuk po ju akuzon askush, kjo është thjesht një rutinë. Atëherë bëjeni shpejt. Faleminderit për mirë kuptimin. Këta tipa nuk tregojnë shumë të arsyeshëm. Unë urrej gjithçka që vjen nga ajo kull. Tu nuk ka asgjë. Çfarë është ajo? Po fshini këtu ndonjë gjë? Oh, jo, ja ku nisën prap. Asgjë, këtu nuk pas ka asnjëri. Ndoshta kanë qenë thjesht fëmijë. Edhe këtu asgjë. Kontrollo vendin e shoferit. Marti! Këtu s'ka asgjë. Vërtet? Sa e çuditshme. Do betohesha që pash dikë të ulur pranë shoferit. A u kënaqe tani? Po ju lë rahat për shkak të tij. Herën tjetër që do të më akuzoni për diçka s'do ta kaloni kaq lehtë. A je ende i sigurt që pe diçka? Kujdesu për veten dhe mirupafshim. Ki kujdes, konkursi për ndeshjen e lukinës portokalliash nga ana tjetër, por ti nuk e pse shqetësohesh. A mund të shkoj tani? Sigurisht, tani e li që të shkosh. Ik. Dilni tani fëmi. Policët ikën. Përse na ndihmove? Ti e di shumë mirë që në fillim se ne ishim të arratisur, kështu është? Ti po planifikon të na qosh drejtë në polici, apo jo? $5 milion nuk janë pak, por a ke menduar ndonjëherë se ç'do të bëhet me ne? Ju më thatë se doni të shkoni në qytetin e Kristalit. Unë po shkoj andej. Do t'ju çoj unë, pa merak. Unë nuk shes fëmijë që të mund të fitoj bukën e gojës. Seriozisht? Wow, faleminderit shumë zotri. E dija që në fillim që ishte robot i mirë, një udhëtim falas në shkretëtir me ajër të kondicionuar. Tani, unë e di që 2 fëmijë dhe 1 qen nuk janë shënjestrat e tua të zakonshme, Nofull Çelik, por mund të siguroj që djaloshi s'është i zakonshëm. Ai odhi për tokë një nga grupet tona me një grusht të vetë. Bën mirë të jetë kështu. Sa do paguam për këtë që do bëj? $10 milion në dorë. Pasi të jesh kujdesur për djalin dhe të kesh sjell vajzën këtu dhe ta kesh mbaruar mirë punën, atëherë ti mund të marrësh dhe pjesën tjetër, që janë pra dhe 10 milion të tjera. Atëherë, si të duket? Ke vetëm 2 javë kohë. Kujdesu për djalin dhe më kthejeli. Mu duk sikur më dhe urdhër, Reimer. Të lutem tregu pak më i kujdesshëm me mua. Mos u shqetëso, unë jam profesionist. S'do të më duhen më shumë se 2 ditë. Më në fund, aventurat e Oqit të madh dhe 2 patitëve të tjerë do të fillojnë pikërisht atje ku i lahi duhet i madh dhe Spinoza. Ej, shefi! Nuk je lodhur akoma? Si thua ta ndërroj me një motor më të vogël? Për çfarë po flet more? Unë s'lodhem kur. Pastaj, unë jam shefi kështu që do ngas motorin më të madh. Ke ndonjë problem me këtë ti, ha? Po kjo vlen si vjedhje, shef, sa po i zgjodhë motorët? Po, e vërtet, shef, ne i morëm kur gangsteri ishte për tokë.
Në fakt neve nuk I vodhëm, po... Po pra, këtë po them edhe unë tani. Ju të dy leshko, nuk dini ta lexoni autobiografinë e Spinozas? Unë fillova të vivja vetëm duke marrë ca monedha nga rruga. Jeta duhet parë me pozitivitet. Nëse vazhdojmë të marrim gjëra të tilla, do bëhemi shpejt të pasur. Sa çfarë ndodhi? Pse duhet të më ndodhin gjithmonë mua këto gjëra? Po shefi nga në iku, ha? Eti veti, kur të thërret natyra. Hej, mos më lini! Ju lutem, mos më lini! Hej, më merrni me vete, mor idiot! Jam këtu! Po ç'bëj këtu unë? Pse jam shtrirë këtu poshtë? Kjo është me të vërtet shumë e sikletshme. Si mund t'ua shpjegoj unë këtë djemve? Më mirë të shtirem sikur po meditoj. Pra ti me këtë do të më thuash mua që një shofer kamioni erdhi dhe më hodhi për tokë, pastaj erdhi dikush tjetër dhe na I mori të gjithë motorët tanë? Po kjo nuk ka kuptim dhe është shumë patetike. Do të flasësh për gjëra patetike, ty të hodhi për tokë një djalosh. Shiko, po vjen diçka. Çfarë fati? Ky do t'jetë mjeti ynë I transportit. Cilët janë këta djetë? Dil me njeri jashtë. Nëse nuk do të lëndohesh, bën mirë të dalësh nga I kamion. Më kupton, besoj, apo jo? Çfarë the? Çfarë? Kjo është makina që po ngiste Marti. Pse po donohesh kaq shumë? Sigurisht do dal me njerë jashtë. Nga cili drejtim shkoj ky djalë, Rete zeza po dali. Po përse jeni kaq të dhunshëm me mua? Më lini t'ua shpjegoj, zotëri. Një shofer kamioni I mori fëmijët dhe u drejtuan për nga kjo. Shkojmë atere. Po ju djema çfarë prisni, çohuni dhe respektojeni zotërin. Shef, ngrije kokën lart, ata ikën. Më në fund ti o qafe ata. Gjorgji, do të të ndihmojmë atë gjën? Jepi butonin. Më duket se kjo është pak e rëndë për një fëmijë. Mos u shqetëso, unë kam ndihmuar babain tim shumë herë me këto gjëra. Nuk është e rëndë fare. E di çfarë, Gjorgji? Ishte një mrekulli që u ktheva atje. I hodhe për tokë motoristët me një grusht vetëm. Ishte vërtet një grusht I mrekullueshëm. Ti ke një grusht të fuqishëm edhe vet. Kjo është e vërtet në fakt. Ndonse unë nuk I kisha në plan që të më ngeste krau këtu. Ishte në fund të minierës së vjetër, kështu që unë pasi e vura, nuk po e nxila dot motorën. U përpoqa ta nxila me Nuk e përmend asnjëherë që aty gjën e gjeta unë. Ndonjëherë mund të gjuaj shumë fort me këtë gjën, por ç'është e vërteta nuk e di se kur funksionon. Ky grushti bën çfarë të doj, zakonisht kur e tund shumë fort çellon vet. Të gjuash me grusht nuk është vetëm të tundë shkraun. Gjëja më e rëndësishme është ritmi. Edhe sikur të kesh grushtin më të fortë në botë, nëse nuk ndjek ritmin e ndeshjes, s'mund të fitosh. Eja, më sulmo mua siç bëre me motociklistët. Jepi. Tani, lufto. Që të arrish sa më shpejt shenjestën, të qellosh direkt është më mirë se sa të vënohesh. Forca, le ta provojmë përsëri. Gjuaj direkt në vend që të hezitosh. Ta provojmë. Por të gjuash direkt s'është mënyra e vetme.
Tani që Jack në fut qeliku, po ndjek Elin, ka për ta gjetur shumë shpejt. Pastaj kujdesemi për doktor Chenin dhe Skarin. Nuk duhet që t'i nënvlerësojmë, ata janë lolot e generalit. Digura kam pasur botën në duart e tyre. Edhe pse kemi Jacku në anën tonë, kjo s'ka për të qenë e lehtë. Kjo është e vetmja dritë që mund të na ndihmojë për të mbijetuar, dhe ne duhet luftojmë fort për këtë. Më kupton apo jo? Sikur ti mbajmë më njanë derisa të vëmë në punë gigantorin. Vazhdo të shtysh sa më fort. Çfarë ka futur tua i shkëmbing? Ma lër mua. O Theo, ej, si e bëri këtaj? Goxha pun, djema. Mirë, kemi ende shumë punë për të bërë. Hipni të gjithë në kamion. Ai roboti është... Oh, jo! Përsëri ajo gorilla metalike! Ai është Jimmy. E nje atë njëri? Si ke qënë, Marty? Po zonjusha e vogël, si është, Çfarë bën këtu ti, përse ke ardhur? Nuk e di, i e bërë shumë i famshëm që e ke rëmbyr atë vajzën. Mendova se do të kishe nevojë për ndihmën time. E dija shumë mirë, ti do që të na çosh në burg, po s'ke për të arritur as për 1 milion vjet. Shpresoja që të mos arrinim deri këtu. Makina numër 5. Nuk pas ke fare turp ti, të kanë verbuar kaq shumë parath. Po kërcënon fëmijët për to? Provoje me mua. Oh, qënë ke shumë i guximshëm, por edhe shumë budalla. Makina numër 5, tregoj pse është i tillë. Fëmi, rrini mbrapa. Si urdhëron? Ki kujdes! Jo! I ti! Ija këtu! Na! Na! Ti je shumë nga dal! Je shumë nga dal! Dhe, ti je mbeturin e keqe! George, a je mirë? Kujdes! O, Zot, çfarë mund të bëj tani? Ndoshta mund të çohem edhe... Ky duhet jetë motori i tij. Nëse e prish, ndoshta nuk do funksionoj më. Ç'po bën ai shejtani i vogël? Si shpuna me këtë gjën kështu? Ku po shkon? Duhet përballem me të. Mendo shpejt! Kjo ishte Marty! Lere në fillim të mendohet dhe pastaj bam, bam, gjuaj! Nuk funksionoj. Për pak më trëmbi ky shejtani i vogël. Ej, ç'ke që shikon? Më sill vajzën këtu! Eli, vrapo, vrapo! Është e kot. Ata idiot jo vetëm që duken njësoj, por janë dhe të trash. Marty, mos ki frik, shko brenda.
Kujdes djalosh. Mos ja ndas syt kur kundërshtarit. Dëgjoj tani. Kur je larg, ai e ka avantazhin e ndeshjes. Duhet t'i afrohesh dhe para se të qelloj ai e gjuan direkt. Mos hezito. Të afrohem edhe të mos ja ndaj syt. Që të arrish sa më shpejt shënjestrën, duhet të gjuash direkt dhe të mos shmangesh. Të gjuaj direkt është më mirë se sa të shmangem. Po, funksionoj. Edhe një tjetër. Shkëlqyeshëm, funksionoj. Ili, a e peti këta buton, po t'ja e pe. Po bën shaka, Po, vazhdo kështu, Marti. Po, ashtu është. Ashtu si që të thasht edhe unë në fillim, e shikon pra? Po, ashtu. E pe, George, unë bërë atë që the ti edhe funksionoj. Mos u qetëso para kohë. Ai po vjen. Ai nuk është gjë tani. Kam për ta mundur pa asnjë lloj problemi. Tani e di pikën tënde të topët. Do t'i jap fund me një grusht të vetëm. Mos e ndryshoj gjë strategjinë. Çfarë? Po më kopjon planin. Ai po lëviz si unë. S'mund t'i afrohem. Këtë mendova dhe unë. Makina numër 5 është e vështirë që të mposhtet. Ata idiotët s'kam përsëri mendjen. E që më bëni? Kapini me njëherë. Buton! Buton, a je mirë? Të lumt, ajo ishte makina numër 5, ma sill këtu. Marti, shmange sulmin e ti dhe pastaj kalo në kundër sulm. Ti kaloj në kundër sulm. Por të gjuash direkt s'është mënyra e vetme. Të gjuaj direkt nuk është mënyra e vetme. Wow! Lësho! Ili! Hej, mos u largoni, frikacak, ndaloni aty! A je mirë, Ili? Po, jam mirë. Prit! George, a je mirë? Nuk kishte as pak keq, Marti. Grushti mirë. Po, ishe vërtet mirë, Marti. Nuk ishte ndonjë gjë e madhe. Të mos shqetësohet askush! I tremba u dhe i largova ata leshkot! Ej, përsëri ka ngecur poshtë atyre kutive ai, ta nxjerrim jashtë! Po, Buton. Ki kujdes. Janë shumë të rënda. Ti po ma tregon mua? Shtyva diçka! Pasardhësi i grushtit. Si pasardhësi e honit të madh, po sillesh shumë mirë. Do të takohemi shumë shpejt në shtëpinë e paraardhësve të tu. Deri atere, qofsh me shëndet.